Pas shpërthimit të tritolit në servisin e motorëve në Vlorë, pronarët e saj, dy vëllezërit Vasilaq dhe Viktor Bezhani, shprehen se nuk e din arsyen e vendosjes së lëndës plase. Njëri prej tyre ka theksuar se nuk ka konflikt me asnjë person dhe ende nuk e di arsyen sepse kanë vendosur tritolin. Kam 30 vite që i shërbej banorëve të Vlorës, nga bicikleta tek motorët. Kur nuk kam pasur asnjë konflikt, nuk e kuptoj pse ma kanë bërë këtë dëm. Nga verifikimi paraprak në vendngjarje rezulton se sasia e lëndës plase ka qenë e madhe, pasi edhe betoni rrethues i dritares është dëmtuar rënd, ndërsa në brendësi të dyqanit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së martës, ku shpërtimi i tritolit ka tronditur Vlorën në kulmin e sezonit turistik. Ngjarja ka ndodhur në servisin e motorave në lagjen Bashkimi, shumë pranë rrugës transballkanike. Shpërtimi është dëgjuar në pjesën më të madhe të qytetit. Sipas informacioneve të policisë, lënda plase është vendosur në dritaren e pasme të biznesit, zonë ku nuk ka kamera sigurie. Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale si në fasadën e jashtme, ashtu dhe në ambientet e brendshme të dyqanit. Grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë që ndodhen pranë biznesit dhe në zonën përreth, dhe nga verifikimet ka rezultuar se autori ka qenë një person i kamufluar, i cili e ka njohur mirë terrenin, pasi ka zgjedhur një zonë të pambuluar nga kamerat për të vendosur sasinë e lëndës plasë.